Shikus të dashur, jemi përsëri bashkë. Unë e kam tekstuar tash disa ditë që temperaturat i kemi më të larta, në fakt edhe vazhdojnë të shkojnë në ngritje. Ditët e verës patjetër që po na presin, përveç aktiviteteve të shumta dhe ditës së gjatë që mundemi me shiju më tepër, duhet kemi kujdes patjetër edhe aktivitete të cilat i zhvillojnë kohën e qëndrimit jashtë, por patjetër edhe ushqimin të cilën e konsumojmë që duhet jemi mjaft të kujdesshëm. Dhe jo vetëm ne, po patjetër flasim këto dhe për ndërmarrje fabrikat të ndryshme të cilat sjellen dhe e bin ndoshta ushqimin në Kosovë, por edhe të tjerët të cilët merren tutje edhe me fazat e tjera të përgatitjes. Andaj patjetër që duhet shtuar edhe siguria e ushqimit, dhe kur flasim këtu për sigurinë në ushqim dhe se çka konsumojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, ne do të flasim bashkë me zotrin Erol Fshehu, që është shef i inspeksionit veterinar kufitar, dhe do të kuptojmë në çështë se shtohet puna apo intensiteti i punës bëhet më ndryshe gjatë sezonit të verës, edhe çka tutje, çka kontrollohet, cilat janë gabimet më të shpeshta, është ngritur vedia edhe e qytetarëve, por edhe ndërmarrjeve të ndryshme. Gjitha këto do t'i diskutojmë në minutat në vazhdim. Mirëmëngjes, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këto. Uroj që keni nisë një ditë mirë, po besoj pak më ndryshe se sa ditëve të kaluara kur zakonisht mund të jetë koha për me shku në punë apo për me qenë në punë. Po, sot është një ditë pak më ndryshe, po besoj që do të jetë për kontributi do të jetë sa më mirë informimi publik. Uroj që tjetë ashtu. Atëherë, çush po shkon puna gjatë këtyre ditëve? A ka filluar të shtohet në fakt intensiteti i punës? Drejtoria e Inspektoratit konform planifikimeve vazhdon me aktivitetet ditore, domethënë në planifikimet javore dhe mujore. Është karakteristikë se gjatë ditëve, domethënë kur ngritën temperaturat, aktivitetet tona më shumë fokusohen tek produktet me origjinë shtazore, të cilat kërkojnë regjim të caktuar të ruajtjes në temperaturat adekuate. Po. Edhe zakonisht fokusi gjatë këtyre ditëve është më tepër aty. Pse kërkon kaq shumë kujdes? Fakti që me ngritjen e temperaturave krijohen kushtet më të volitshme për shumimin e mikroorganizmave, si atyre që janë në ushqim apo që janë në kontakt me ushqimin dhe në ambient, dhe kjo drejt për drejt dikon në sigurinë ushqimore apo cënon sigurinë ushqimore. Dhe që ta sqarojmë për publikun, jeni të vendosur në pika statike, do të thotë nuk është që kemi në terren të tjerët në terren janë inspektorët të tjerë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Faktikisht drejtoria e inspektoratit në Agjencion e Ushqimit i ka rreth 80 inspektor dhe janë të ndarë në 5 sektore. Unë punoj në sektorin e inspektoratit kufitar veterinar, së bashku me inspektorët fitosanitar në kufi, na jem në bashkëpunim me doganat e Kosovës dhe policinë kufitare, në zbatimin e kontrollave zyrtare, si në import, dhe jo vetëm në import, edhe mundemi mu delegu për detyrat tjera, nëse në kërkohet. Zakonisht ka produktet të cilat importohen më së shumti në Kosovë, që e dim që kanë të bëjë po ashtu dhe mjaft shumë me ushqimin, kontrollohen edhe sigurohen që gjithçka të jetë rregull dhe çdo gjë të jetë e sigurt kur hyjnë në Republikën e Kosovës, në mënyrë që edhe qytetarët të jenë të sigurt për atë se çka konsumojnë. Po, zakonisht doganimi i mallrave nënkupton që pjesa e mallrave të cilat kërkojnë kontroll kufitare, si veterinar ashtu edhe fitosanitare, të kryen para nisjes procedurave të doganimit. Dhe konform procedurave dhe kërkesave ligjore, na i zbatojmë ato për çdo ditë, domethënë nuk ka ndonjë shmangje ose ndonjë boshllëk në mes të autoriteteve. Komunikimi me doganën është në kohë reale. I kem të ndërlidhur edhe sistemet elektronike dhe nuk i kem a mundet ma mirë, me siguri po, mundet edhe ma mirë, po besem na duke pas parasysh praktikat e mira në Evropë dhe gjatë trajnimeve na i shohim ato dhe mundohemi të zbatojmë ato në punët tona të përditshme. Çka janë ato shkeljet, po e themi, apo gabimet më të shpeshta që i hasni ju tash gjatë punës? Gabimet më të shpeshta gjatë sezonit, domethënë kur ngritën temperatura, është ruajtja jo adekuate e temperaturës, domethënë ulja higjiena jo adekuate dhe këto janë ato tjerat. Dhe mungesë e dokumentacionit kur neve na kërkohet gjurmëshmëria, domethënë kur inspektorit lyp me ditë më shumë informata se
rreth mallit, si është transportu, apo ku është transportu, pse ka ndajt në ndonjë port pak më shumë, apo diçka tjetër. Të gjitha këto, do më thënë, nëse kanë dokumentacion të caktuar, garantojnë, do më thënë, për sigurinë dhe inspektorit jep gjurmëshmëri të caktume për zbatimin e kontrollave zyrtare. Po, zakonisht me qënë se i përmendët temperaturat edhe higjiena, në çfarë standardi duhet t'jenë? Qamë në qëse po flasim për produktet ushqimore, shtazore, mish apo diçka e tillë, në çfarë temperature, në çfarë higjiene duhet jetë ruajtur? Zakonisht produktet që i kërkojnë regjim temperaturës, në etiketim shkrua se në çfarë kushte të ruhen ato produkte. Fatmirësisht, operatorët janë vetëdijshëm dhe janë ngritë, do më thonë, çdo etiketim, do më thonë, konsumatorit i vjen me vetëm me lexu gjatë blerjes, me lexu etiketat dhe konform etiketave, nëse nuk janë kushtet adekuate të ruajtjes, e vrenaj, të njoftoj inspektoratin dhe thjesht mos ta blej atë mall. Edhe në këto raste, kur kemi gjetje të tilla, të cilat nuk ka qenë e dur sipas standardeve dhe konform rregullave, çka tutje? Ligjërisht, do më thonë, ligji neve na lejon që operatori duhet të tërheq nëse na dyshojmë në një produkt ose në një ushqim që është jo i sigurt, tërheqja nga tregu. Do na duhet sa më shpejt ato ta largojmë për konsumatorit. Kjo është sfida kryesore e jonja si autoritet kompetent, po edhe prodhuesit gjithësisht operatorëve me biznis ushqimor. Sa më shpejt ato me tërheq për tregu dhe të verifikohen gjendja, nëse nuk është e sigurt bëhet asgjasimi dhe nëse është bërë ndonjë gabim që mundet mu përmirësu, vazhdojmë me procedurat konform legjislacionit të procedohet më tutje. Po, kurse tutje ka lënë edhe në instancat të tjera, në qëse se ka nevojë për gjoba apo për... Po. Paregullësit apo defektet apo shmangjet, na i procesojmë për gjykata dhe konform vendimeve dhe procedurave gjykatave, merren edhe vendim për operatorin. Gjoba mandatore na nuk i kemë si inspektorat, po vetëm procesojmë, do më thënë, kundërvajtje në gjykata dhe nëse paraqet potencial tjetër të rrezikut, mundet edhe penale me qenë apo diçka tjetër. Megjithatë, janë të shpeshta këto rastet të cilat ndodhin në Kosovë? Nëse kthehemi masë dhe analizojmë, do më thënë, trendi është i rënjes. Do më thënë, fal vetëdijsimit të operatorëve të biznesit ushqimor, fal kontrollave, autokontrollave, na i them ndryshe në gjuhën profesionale, edhe operatorët biznesit ushqimor kanë pa që është rreziku, tërheqja e mallit është kosto, ka kosto për ta dhe ata janë të interesuar me punu me ushqim sa më të sigurt që mos me rreziku shëndetin publik në fushën e sigurisë ushqimore. Se unë flas vetëm kur flas për shëndetin publik, flas vetëm në fushën e sigurisë ushqimore. Sa i përket ushqimit që e konsumojnë. Ndërsa mendoni që është ngritë edhe vetdia e shtetëtarëve, tash edhe ata a kanë mundësi me vrejt në qoftë se një ushqim diçka nuk është i sigurt apo jo paraprakisht? Po, fakti, unë përmenda në fillim se na kem planin e kontrollave zyrtare përditshme, po një pjesë e madhe e planit ton na shtyhet për shkak të njoftimeve nga konsumatorët ose ankesave. Është në webfaqet të Agjencionit të Ushqimit, ato mundën me pa numrin pa pagesë, mundën me shkruajtë emaila dhe konform njoftimeve në planin ditor e marrim me prioritet këto ankesa. Do të thonë numri i ankesave rritet çdo vit më shumë. Edhe pastaj keni një bashkëpunim mjaft të mirë edhe me qytetarët e Kosovës cilët ndihmojnë. Është inkurajuese, unë inkurajoj, domethënë konsumatorët që sa më shumë kur kanë dyshime mos ta blejnë, mos ta marrin ushqimin, në të njoftojnë organet kompetente si në Agjencionin e Ushqimit, ka edhe agjencione tjera, për shembull Ministri i Tregtisë, është Inspektorati i Tregut dhe agjencione tjera, të cilët merren dhe marrin me prioritet ankesat e konsumatorit. Ndërsa sa i përket veprimtarive të tjera të cilat kryen në terren janë tek Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Sa i përket ushqimit, shëndetit kafshë dhe shëndetit bimëve, autoriteti kompetent është Agjencioni e Ushqimit, më saktësisht teritoria e inspektoratit, me 5 sektora apo pjesë të veçanta. 2 janë sektori kufitar, veterinar dhe fitosanitar, 2 janë të brendshëm, njëjtë veterinar dhe fitosanitar, si dhe sektori i inspektorëve të ushqimit. Ne në fillim e theksuam që puna ka më tepër punë gjatë sezonit të verës, sa i përket sigurisë këtyre produkteve ushqimore, por patjetër në anën tjetër janë edhe pushimet verore dhe flasim këto dhe për numrin e inspektorëve. Ç'është qëndroni në këtë rast me punën që
është sfiduese numri i inspektorëve, domethënë është njëri prej sfidave që ballafaqohet agjensioni një kohë të gjatë. Fatmirësisht disa sektore kohën e fundit janë përmbush me numër, pasë që janë rekrutu inspektorë të ri në sektorin kufitar, si veterinar ashtu edhe fitosanitar, po sfiduese është sektori i ushqimit, sfiduese është sektori veterinar i brendshëm dhe fitosanitar i brendshëm, ku vëllimi i punëve është pak më i madh dhe është puna në terren, se inspektorët e brendshëm udhtojnë tek operatorin, ndërsa na në import neve na vinë në njoftimet paraprake, para se marrë ngarkesa dhe nuk lëvizim atë shumë. Cili do të ishte mesazhi juaj edhe për konsumatorët në fakt edhe për ata operatorët e tjerë, ndërmarrësit e tjerë që importojnë produkte ushqimore në Kosovë? Siguria ushqimore është një objektiv i cili duhet të përmbushet me do e mos. Domethënë, kjo mund të arrihet në bashkëpunim me operatorët biznesit ushqimor, me autoritetin kompetent dhe të tjerët që janë. Informatat rreth përmbushjes së objektivave në sigurinë ushqimore janë maset domosdoshme për me mbrojtë shëndetin publik në fushën e sigurisë ushqimore. Kjo është ajo, domethënë unë i inkurajoj, domethënë që konsumatorët në të njoftojnë për çdo parregullsi, për çdo asi, janë organet kompetente të cilat marrin me prioritet, ndoshta edhe nuk mund në njëjtën kohë ata me reagu, po reagojnë nëse jo gjatë ditës të nesërmen ose merren me rastin dhe eliminohet rreziku. Kështu që njoftimi nga qytetarët për parregullsitë është ndihmëse për neve, edhe pse inkorporohen domethënë në punën tonë, po është punë që na ndihmon në arritjen më të mirë ose në performancën më të mirë të inspektoratit. Sa i përket sigurisë në ushqim, sidomos kur ka lajme të cilat apo informata të cilat vijnë nga ajo për ndonjë parregullsi që ka mujtë me u vretë nga inspektorët gjatë kalimit kufitar, patjetër që ngjall debat edhe tek qytetarët edhe një lloj shqetësimi. A mund të themi se jemi të sigurt për atë se çka konsumojmë në Kosovë, për ata të cilët na ndjekin tash në këto momente? Po, ushqimi në përgjithësi në Kosovë është i sigurt dhe ato që janë në kontroll të autoriteteve kompetente është ushqimi i sigurt. Unë muj me të tregu se të gjitha operatorët domethënë janë të regjistruar, janë të miratuar për veprimtarinë të cilën e kanë, si ata me origjinë shtazore, si ata me jo shtazore dhe besoj nuk shpresoj, domethënë besoj fort që ushqimi në Kosovë është i sigurt dhe kërkoj që gjatë njoftimit publik për me hek panikun të merren informatat nga burimet e caktuara, domethënë janë institutet kredibile që merren me analizë të rrezikut dhe njoftojnë, komunikojnë rreziqet si në Evropë ashtu edhe në botë. Domethënë EFSA është tjera prej organizatave ose agjensioneve, e cila merret me sigurinë ushqimore dhe i njofton për të gjitha parregullsitë. Kjo është ajo, domethënë është e rëndësishme dhe ku lexojmë edhe ku e marrim informatë pastaj tutje. E rëndësishme është kjo që është ushqimi i sigurt në Kosovë për atë se çka konsumojmë edhe të jemi të shëndetshëm, të ketë një mirëqenie të përgjithshme. Faleminderit zotëri Shehu për kohë, faleminderit për gjitha këto informatat, ju përgëzoj për punën që e bëni edhe uroj me pas një sezon sa më të mirë. Faleminderit gjithashtu, unë ju uroj sukses dhe i përshëndes të gjithë shikuesit. Kënaqësi. Ndërsa tani do të kalojmë nga kjo bisedë ku folëm për sigurinë e ushqimit në fakt në ditët me temperatura më të larta, e që tashmë vetë se kanë filluar temperatura çdo ditë të ngriten më tepër, përveç aktiviteteve tona, unë e theksova edhe më herët, duhet të jemi mjaft të kujdesshëm edhe në atë se çka konsumojmë. Tani tutje nga kjo bisedë do të kalojmë tek një material tjetër, është i përgatitur nga Fatjona dhe ju pres përsëri në studio.